e quajtët edhe budallallëk, veprimin që bëri me heqen e... Prap e përsëris. Se Zelenski tha në Beograd... Kosova ka mbështet popullin Ukrajinas. Kosova është solidarizu me popullin Ukrajinas. Nuk është solidarizu kryetari komunës, as është solidarizu kryeministri. Nuk janë punë tyne këto. Është solidarizu krejt Evropa. Është solidarizu dhe pendimon krejt Evropa, krejt bota perëndimore. Tani, Ukrajina i ka hallet e veta. Ukrajina ka nevojë për municionet që i merr në Serbi. Përmes tregtarëve, përmes lidhjeve të dyta, të treta. Ka nevojë me pas mundësi, me kriju mundësi vetës furnizimi. U pas një vizitë që ja lehtësuan Zelenski direkt evropianët dhe mbase amerikanët. Jo, shiko, problemi është që kush e njeh, edhe kush e ka njeh situatat atje, na kemi disa deklarata të Putinit edhe të ministrit jashtëm. Lavrov, po? Lavrov, që ka thënë që nëse ju duni tani një pavarësinë e Krimes, si që keni njoftë edhe pavarësinë e Kosovës. Dhe në qoftë se ju njini pavarësinë e Krimes, ne njojmë edhe pavarësinë e Kosovës. Tani një situatë të mos njohjes se pavarësisë Kosovës është edhe Spanja, është edhe Greqia, është edhe Slovakia, është edhe Rumunia. Qipro, po. Se kanë problemet e vetat brendshme, nuk e kanë problemin me neve. Budallallëk e quajte atë veprim. Po pse me jekla ata? Ai ka qenë simboli i solidaritetit popullit. Po. I solidaritetit një kryetarit komunës. Reagoj me nguti, thu. Ja, nuk kemi. Nuk kemi edhe unë e mendoj që nuk e di si kom njek Tiranën ashta zyrtare, po edhe pse pat një reagim Berisha, prap tha që ne nuk duhet me armiqësu me Ukrajinën. Ti deklaratën denonco, thuje ki gabim. Dhe le të flet presidenti i venit dhe le të flet ministri i jashtëm, se ata paguhen për atë punë. Nuk është kryetari komunës mu marrë me flamura as me Ukrajinën. Shteti bërë. Gjithë këto vitet tuaj se politika jashtme e Kosovës nuk ka qenë në Terezi. Gjithë këto vitet e fundit. Kur s'ka qenë? Asnjëherë? Asnjëherë s'ka qenë? Ja. Ne jemi shtet i ri. Na nuk kemi përvojë. Jemi të u bo shtet. Jemi të ndërtu politike në jashtme. Politikë të jashtme stabile nuk ka sot. Pak shtete kanë politikë stabile. Dhe politikat të jashtme ndryshojnë si pas rrethonave. Po, nuk kisha me tërheq paralele, sepse për disa gjona na kemi konë shumë atë mirë. Por edhe këta po përpiqen me instalu politikat e veta. Njësoj si që keni bërë edhe ju, derisa keni qeverisë Kosovë. Politika jashtme është shkencë në veti dhe është institucion dhe institut shtetëror i cili ka mekanizmat e vetë funksional dhe i ka të përcaktuar kornizat e deklarimit edhe të veprimit. Aktualisht Kosova po bën politikë, çfarë lloj politike? E fundit o kjo Alidi. Çfarë lloj politike po bën Kosova? Patriotike. Me municion, thu? Jo. Me të armatosur? Shko, na jemi në situatë shumë vështirë se s'kemi institucionet qëndrueshme. Dhe përderisa s'ke institucionet qëndrueshme, ti nuk ke funksionalitet as të politikave, as të jashtme, as brendshme. Dhe s'ki besueshmëri në këto politika edhe në qoftë se përpiqen. Kush e merr seriozisht deklaratat e, për shembull,
ministrit jashtëm të Kosovës, çka flet ai, edhe po menon që analizon Berlini deklarat ato se... S'merrem fare thu. Nuk merrem fare thu. Po qarë. Politika jashtme në kupton. Ke raporte, ke institucionet që funksionojnë përbashkume. Politikë të jashtme, pa shërbime të fuqishme të informimit, pa raporte të fuqishme dhe pa analiza shtetërore. Politikat e këshilltarëve që ta shkru një 5 fjallë atë del të thuj para mediave dhe qa që kry. A mosh me thot, nga thëna në të bërë, poplit thot është një mal i tërë, po a mosh me besu ti që e kemi situatën që ashtu që e proklamojë. Jo. Alitit falenderoj. Duhet me punu shumë, duhet opozita me qeverisë, duhet opozita me qenë kontrolli fuqishëm i qeverisë, edhe me ndihmu me dalë për krizës, por edhe me qortu dhe me godit, edhe me qitë, me rëzu për pushtetit dhe me amor pushtetin. Kjo është roli opozitës. Hamza si përjashtoi protestat. Nga Hamza, Bedri Hamza, nuk i përjashtoi protestat. Një vjesht të nxehtë ka paralemruar edhe Daud Haradina, që shtatore tutje do ta përballë zotin Kurti mbase. Unë nuk kam në projekt, s'kom pa që as për shtatorit, as për nëndorit që mund ndodhë diçka, por ajo që duhet me pas parasysh është që opozita duhet me pas të drejt dhe mundësi me kontrolu qeverin. Dhe në bazë këtij kontrolli me i reagu pozitivisht ose negativisht. Protestat janë në drejt demokratike e qytetarëve, edhe partive, edhe shoqatave, edhe OJQ-ve, edhe individëve, me u bashku me protestu për një çështje. Aksion po kërkon. Aksion po kërkon një aksion politik, po. Jo me këtë gjendje indolente të pasivitetit. Jo aksion me dhunshëm. Jo. Por aksion politik për shembull. Në qoftë se ky populli i Kosovës nuk është dakord me këtë që po ndodh, a del protesta me kundërshtu ose pozitën ose opozitën. Qofse del, atëherë duhet me llogaritë që kundër atyre që del që diçka s'po funksionon mirë.